Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Ka patur shumë pyetje në Instagramin tim, domethënë më shkruajnë shumë në DM për Briteon, për Sarën edhe për Bardhin. Pse çifti domethënë është kaq në shënjestër, pse dolën ca lajme që Sara dhe Bardhi është ndarë, çfarë po ndodh me këtë dyshe dhe pse Matteo dhe Brikena nuk rezultojnë duke e ndjekur njëri tjetrin në Instagram. Do me thënë, janë dy çiftet që realisht kohëve të fundit, sidomos këto 2 javë të fundit, kanë qenë në shënjestër të medias ros për çdo lëvizje që ato bëjnë. Do të nisi që nga Sara dhe Bardhi nga informacionet që kam unë, që kam arritur që të siguroj nga njerëz të afërt të çiftit, kam arritur të kuptoj që lajmet të cilat qarkullojnë për marrëdhënien e tyre të krisur, për një fakt që Sara mund ta ketë fshirë Bardhin nga Instagrami dhe mund ta ketë përdorur këtë gjë për klikime etj, do të thënë janë lajme të rreme. Thonë që edhe Sara thot në rrjetet sociale që po edhe në emisione ka thënë që unë nuk e përdor marrëdhënien time për klikime. Mund të ndodhë që personazhet publik të bëjnë një skandal në interesin e tyre, në interesin e klikimeve, në interesin e shikueshmërisë, por kjo mbetën thjesht një skandal në interesin e tyre. Por Sara dhe Bardhi që në momentin kur janë bërë bashkë, që në momentin kur janë martuar dhe tashmë kanë në jetë edhe neën e tyre dhe presin edhe vajzën e dytë, nuk janë të njohur për skandale, nuk janë të njohur për lëvizje të tilla që realisht të përfitojnë. Por e njëjta gjë ndodhen edhe me Briteon. Matteo dhe Brikena arritën që të kenë një sezon të suksesshëm, arritën që të jenë në qendër të vëmendjes, tani duam ne, do të thënë nëpërmjet këtyre lëvizjeve që bën ato u përfolën dhe u komentuan në të gjitha format e ndryshme, do të thënë publiku i priti me shumë dashuri lëvizjet, publiku i komentoi dhe publiku ishte pranë tyre në të gjitha dimensionet. Marrëdhënia e tyre është harmonikisht shumë e lumtur, çifti po shijon momente, po shijon kënaqësi, po jeton çastin dhe të gjitha këto lëvizje që kanë qenë në lidhjen e Mateos dhe Brikenës kanë qenë të gjitha strategji marketingu të imponuara në një farë mënyre edhe nga vetë produksioni i Top Arenës. Marrëdhënien e kanë shumë të mirë, më besoni nga informacionet që kam unë, domethënë Brikena dhe Matteo janë shumë të lumtur, por gjithashtu edhe Sara edhe Bardhi. Domethënë të gjitha lajmet e tjera janë thjesht marketing për çiftet që ndonjëherë edhe fansat në mënyrën që t'i lëvdojnë, t'i duan, ndonjëherë edhe teprojnë me lajme që realisht nuk kanë kuptim.